ne duke qëndru shumë në telefon, duke I shiku tjerët e kemi harru vetën tonë. Edhe sot njerëzit verën vetëm me krahasime. Pra do tash një 20 vjeçar, një 18 vjeçar, krahason jetën e vet me një jetën e një triu që është në Amerikë, në Australi, në Evropë, dikush që është në Maldive. Ose me doni shok që ka punë pak më mirë. Pak më mirë. Edhe fillon tash e krahason vetën edhe në mënyrë automatike, domethënë I ulet vetbesimi, s'ka shpresë, s'ka kurrë për me. Tani fillon imitimi, çfarë janë duke bërë tjerët po bëjë edhe. Në media jepen shembujt dhe modelet më të këqija të mundshme, Big Brother, njerëz koti, mlidhen aty, pa që s'janë as shembull, as model, as janë VIP, as kur veç nëse mund të themi very idiot person, adin, se jo important me rëndësi. E kështu që, domethënë, këto po ndikojnë, domethënë ambienti e gjitha këto që me pas një shoqëri e cila ka probleme. E njeriu po shkputet prej vetës, është shkput prej vetës. Ka një vetë. Është shkput prej Zotit vetë që kërkon edhe është I humbur. Nuk ka kuptim për jetën, nuk e din qëllimin, nuk e din se për çka duhet mu sakrifiku, ku duhet mu dediku, edhe për këtë arsye e shes që jeton quhet në psikologji autopilot, do të thonë sikur jeton vetëm sa për me jetu. Po. Pa synime, pa ambicie, pa asgjë. Dhe çka duhet të bëjmë? Duhet të kthehemi te vetja, duhet të rregullojmë raportet tona me krijuesin, shikojmë urdhrat dhe ndalesat e tij, pastaj të kthehemi te vetja, unë për çka jam. Secili prej nesh e ka një zotësi, e ka një aftësi. Do të kuptoj cila është pika ime e fortë, cilat janë pikat e mia të dobta. Ku du me kalu në jetën time? Ku du me u dediku? Pastaj, këshilla kryesore është me jetu momentin, me jetu ditën. Ne si besimtar do të jetojmë në baza ditore. Madje edhe këtë ditë që në ndojmë 5 kohë. Do më thonë, prej sabaj, dhe në drejkë, për drejkës dhe një këndi, aksham I atësi. Në atë moment, kur njeriu fillon me mendu, pas 1 vjetë, 10 vjetë, 20 vjetë, fillon edhe godet ankthi. Anë qoftë se jeton, për sot. Baza ditore, sot për sot, ka shumë alet. Kjo një gjason, sikur je duke jetë natën me makinë, edhe me drita të shkurta, sa më nëshme pa? 10-20 metra? Okay. Për me dash me ardhë prej Shkupit në Prishtinë, nuk është rruga komplet e ndriquar, apo? Po. Me 20 metra më rrinë dhe në Prishtinë ose dhe në Shkup. Po. Duke pa. Me ato 20 metra ti mund më rrinë edhe në Gjermani. Po. Ku do në botë? Po. Pra, ajo çka do të ne t'jemi okay, është vetëm momenti. Ta jetojmë momenti. Pse është dhikri? Pse është namazi? Pse jetojnë momentin? Duaja, jetojnë shkyqës, mas pari shkyqësh për çdo gjë që është materiale. Për çdo gjë që është materiale, shkyqësh, edhe orientohesh vetëm te një pikë, te adhurimi. Je I prezent. E adhuron Zotin, thu se je duke e pa dhe thu se është duke të pa. Problemi është se sot njerëzit nuk kanë fokus, nuk kanë koncentrim. Nuk janë të fokusuar as gjatë xhumat. Nuk janë të fokusuar kur gjë, sepse gjithmonë jemi duke mendu, ja për punën, ma herët që jemi që ndonjë, ja për punën që na pret. Ti sigurisht je të mendu për podcastin e radhës, kush ka marrë, çka ka marrë, edhe pyetje, ka mundsi të hub fokusi, edhe është diçka gjë. Po, kërkush nuk do, mendja ka shumë vështirë me u koncentru. E tash, ti dina më mirë se je një I teknologjisë, e din që tash, nëse vazhdojmë me këtë trend, kemi pas njerëz me smundje dhe me probleme të jashtëzakonshme. Pse? Se çdo gjë është buka 60 sekonda, apo? 60 sekonda rrit, 60. E tash, nëse I fleti më shumë se 60 sekonda, ai shkputet, nervozohet, smuret. Edhe një jetë reale po thu rrill. Po jetë reale, pse nxënësit nuk mësojnë më? Mos pari, s'ka kreativitet,
E dyta, nuk ka koncentrim. Se ai gjithmonë mësu me lojna niveli tjetër. Edhe tash, Qartë. a është rrezik që po krijohet një gjenerat që s'është në gjendje me të ngu më shumë se 60 sekonda. Edhe veç është next. Gjokat interesant. Edhe ne tash bëhemi për tjerë si next. Mirë, po më pëlqen, rregullosh, po vazhdoj. E vaj.